Kjo histori duket e pabesueshme, mbasi bëra konsulencë me një djalë që donte të lindte të bardhën, mbasi shpjegova se si funksionon trajnimi momenti, sa kushton edhe të gjitha gjërat. Ditën tjetër më dërgon një mesazh, më thotë Eugene, jam në vështirësi ekonomike, për momentin nuk e bëj dot këtë trajnim sepse jam baba i 2 fëmijëve dhe kam një djalë me autizëm. Merrtej shumë keq në atë moment sepse jam prind vet dhe mbas 10 minutash më vjen ky mesazh tjetër. Përshëndetje Eugene, si je mirë, desha vetëm të përshëndes dhe të them se nëse ke ndonjë rast që nuk ka mundësi të paguaj programin momenti, jam i gatshëm ta paguaj unë. Respekte. Ky është një djalë që ka bërë protokollin momenti, ka lënë bardhën. Edhe u emocionova shumë sepse në 10 minuta të vinë 2 mesazhe të këtilla dhe i shkruajt atij djalit që kam një rast që është në vështirësi, është prind, nëse dëshiron ju vën kontakt të dyve, pra ti them që ti po ofron për t'i paguar trajnimin, më tha jo, sepse nuk donte që të mbetej anonim. Është diçka shumë e bukur kjo që po krijohet, sepse kam arritur që me trajnimet e mia të krijoj këto gjëra kaq të mira dhe kisha dëshirë ta ndaja edhe me ju, sepse në këtë mes fitojnë gjithë, nuk humbet asnjë njeri.